Prej bazave më të mëdha të fesë tonë është dashuria dhe urrejtja për Allah. Prej bazave më të mëdha të fesë tonë është miqësimi dhe armiqësimi për hir të Allahut subhanahu wa taala. E kjo ndodh atëherë kur besimtari e madhnon fenë e tij. Atëherë kur besimtari e di që feja e tij është e vërtetë. Dhe gjithçka prej feve tjera dhe besimeve tjera dhe ogurave që i besojnë të tjerët, edhe shumë e radhë janë të kota. Dhe si e tillë besimtari duhet me manifestu besimin e tij. Duhet me paraqit prej jashtë besimin e tij. Duhet me paraqit prej jashtë distancimin prej feve tjera dhe mos përgjasimin me të tjerët. Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum. Ai që përgjasohet me një popull, ai është prej tyre. Nuk duhet me pas ndikim tek na përparimi material i jo besimtarëve dhe dobësimi material i besimtarëve që na të fascionohemi dhe ta humbim kontrollin në pasimin e besimtarëve. Jo. Sa do që i dopt jetë besimtari është më i lartë. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mos u mërzitni dhe mos u dobësoni për shkak se ju jeni më të lartit, nëse jeni besimtar. Nëse jeni besimtar. Çka do të qoftë gjendja e besimtar dhe besimtari është më i lartë për shkak të tauhidit, për shkak akides, për shkak të nështrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala.